Pre, keni vënë re që laptopët e rinj sot vinë me një sklerozë, marri 1000 euro e sipër dhe s'të japin asnjë port USB, asgjë. S'ka ku të vësh asnjë disk, asnjë kartë memorie, asgjë. Kështu që shkova në Temu dhe po kërkoja diçka të lirë. Gjeta këtë bisturinë e zezë këtu. Ky nuk është thjesht një DVD player i jashtëm, si ato të vjetrit. Shikoje pak. Ka 3 porta USB 3.0, një lexues për kartat e memories SD dhe një micro SD dhe një port USB-C. Ky nuk është një DVD player, ky është një biçak tek për laptopin tënd. Në ata që kanë shumë biçaqe brenda me ato gjëra. Dhe pjesa më e mirë, kaploja e lidhjes është e integruar këtu në pjesën e poshtme. Nuk ka shans ta humbasësh. Ka një kokë USB-A normale dhe një USB-C. Funksionon me çdo laptop, vjetër apo të ri. Pra tani mund të shikoni ato disjet e dasmës së Xhaxhait nga viti 2005, por edhe të lindi mouse-in, tastierën dhe të shkarkoni fotot nga aparati. Të gjitha me një pajisje. A ja vlen apo si ja vlen? Unë them që ja vlen. A do e blije? Më thuaj këtu në komente.